Social Top 5 është një rubrikë e emisionit Live from Tirana që sjell vëmendjen tek personazhet e famshëm, qofshin ata shqiptar apo të huaj. Kjo rubrikë thekson rëndësinë e mediave sociale në jetën e famshme, duke i ofruar një pasqyrë të drejtpërdrejtë të se si këta individ të njohur po e përdorin platformën për të rritur ndikimin e tyre. Tashmë, e gjithë vëmendja ka kaluar tek Big Brother VIP 4 dhe banorët brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ajo që vlen të përmendet është se ndjekësit në Instagram janë një nga treguesit më të rëndësishëm të popularitetit të këtyre personazheve. Le t'i hedhim një sy personazheve që kanë fituar më shumë ndjekës brenda kësaj jave. Jos Marku, i cili u rikthye në shtëpi para disa javësh, ka arritur një bit të rëndësishëm në rritjen e numrit të ndjekësve, duke u rritur me 1000 ndjekës, duke kaluar nga 48,9k në 49,8k. Kjo rritje e moderuar tregon se rikthimi i tij ka rritur interesin e publikut, po ashtu, Loredana Brati ka shënuar një rritje të konsiderueshme, duke shtuar 3000 ndjekës për të arritur në numrin e ri prej 52. 1k nga 49k. Kjo rritje e shpejtë tregon se ajo po e përdor këtë platformë për të ndarë momente emocionuese dhe për të angazhuar fansat e saj. Rozana Radi, e cila disa javë më parë mbante fronin si mbretëresh e Instagramit, vetëm në këtë javë ka patur një rritje me 3000 ndjekës, duke shkuar nga 428k në 431k. Edhe Gjesti ka pasur një rritje gjithashtu, duke kaluar nga 484k në 487k ndjekës, duke treguar se populariteti i tij është në rritje. Një nga sukseset më të mëdha këtë javë është Danja, i cili ka arritur të fitojë plot 8000 ndjekës, duke u rritur nga 92,8k në 101k. Ky përmirësim i ndjeshëm tregon se ai ka arritur të krijojë një lidhje të fortë me ndjekësit e tij. Por, me shifrën shokuese prej 143k, Egli Tako ka shkuar nga 205k ndjekës në 348k ndjekës. Ky fakt ka shkaktuar reagime interesante, ku Aldor Nini në Big Brother Radio e ka quajtur këtë rritje anormale, duke e vënë në dyshim natyrshmërinë e këtij fenomeni. Rritja e ndjekësve të Egli Tako hedh dritë mbi mënyrat se si personazhet publik, veçanërisht ata që janë të angazhuar në formate reality show, po e shfrytëzojnë mediat sociale për të arritur ndikimin e tyre. Kjo tendencë sugjeron se ndjekësit e rinj janë të prirur të ndjekin individ që shfaqen në ekrane, me shpresën se do të shohin më shumë nga jeta dhe aktivitetet e tyre përditshmërisht. Me kalimin e javëve, do të jetë interesante të shohim se si këta individ do të vazhdojnë të rrisin numrin e ndjekësve të tyre dhe si do të ndikojë këtë në karrierën e tyre në të ardhmen. Një gjë është e sigurt, social media është bërë një instrument i fuqishëm për të ndikuar famën dhe popularitetin e personazheve në Shqipëri e më gjerë, tani më shumë se kurrë. Ngjarjet në Big Brother VIP 4 janë ajri që frymëzon diskutimet dhe analizat e përdoruesve në rrjetet sociale, duke e bërë atë një burim të pashtershëm informacioni dhe argëtimi për fansat e tyre.